Në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 për herë të parë mbron boriti një zarf i kuq, duke trazuar menjëherë situatën dhe duke ngritur kurreshtin e banorëve si dhe të publikut. Zarfi është vendosur nga vëllai i madh sipas njoftimit të tij, do të hapet prajmin e kësaj të hënë. Ndërkohë fansat në rrjetet sociale kanë nisur me teori e parashikime se për kë banor mund të jetë zarfi dhe çfarë mund të përmbajë, duke kthyer në një nga temat më të diskutuara të momentit. Në edicionet e mëparshme, zarfi i kuq është përdorur vetëm në studio, zakonisht për të shpallur më të preferuarin ose më pak të preferuarin. Përfutja e tij brenda shtëpisë bën këtë rast krejtësisht të veçantë, duke lënë të hapur çdo skenar. Ajo që mbetet e sigurt është se sipas traditës së formatit, nuk bëhet fjalë për eliminim direkt, pasi për vendime të tilla përdoret gjithmonë zarfi i zi. Tani të gjithë syt janë tek prajmi i sotëm për të zbuluar pyetjen që po qarkullon kudo. Por zarfi i kuq ka të bëjë me situatat brenda shtëpisë. Në ditët e fundit janë thyer rregullat e vëllait të madh. Është përdorur gjuhë skandaloze, por më së shumti janë treguar hapur se si dhe banorët kërcënojnë njëri tjetrin, por mbetet për tu parë prajmin e sotëm se si apo se kush do të jenë banorë që do të preken, a do të ketë dënime apo thjesht do të shkojnë në televotim.